ndoqa me vëmendje gjithë ecurinë e ndërhyrjeve që u bën në këtë tryezë Trumbullakut, edhe dua ta nis duke thënë që i kemi ndarë rolet. Roli i një pjese këtu është ta shikojnë godën gjysmë bosh, roli i një pjese tjetër ku jam edhe unë është ta shikojmë godën gjysmë plot. Dhe në këtë dinamik sigurisht që bëjmë, si thuash, komplementaritetin e jetës demokratike. Duke u nisur nga ndërhyrja e fundit e gotës gjysmë bosh, unë doja të sillja në vëmendje jo opinionin e qeverisë, por opinionin e një institucioni një autoriteti që unë besoj është i pakontestueshëm për nga kapaciteti profesional dhe për nga integriteti, që është Sigma. Dhe në vlerësimin e Sigmës, që gjykon performancën e institucioneve shqiptare nga një distancë e mjaftueshme për të pasur një objektivitet të lartë, Shqipëria ka një arkitekturë funksionale dhe të qëndrueshme për transparencën. Dhe rezultati sipas Sigmës, jo sipas meje, është 8.6 nga 10 në kuadrin strategjik dhe institucional, dhe 7 nga 9 për funksionimin efektiv të autoritetit mbikëqyrës të drejtës për informim. Në ndërkohë që duke ju referuar indeksit transparencës të publikuar së fundi nga Qendra Kërkimore Europiane për antikorrupsionin dhe shtetëndërtimin, Shqipëria ka bërë një kapërcim prej rreth 5% brenda këtij viti, duke kaluar nga 73% në 78% në indeksin e transparencës, ndërkohë që mesatarja e përgjithshme globale është 62% dhe eurojanale është 69%. Pra, Shqipëria është 10 pikë mbi mesataren rajonale. Kjo është gota gjysmë plot. Po unë nuk jam këtu natyrisht për të debatuar ose kundërshtuar ato që u thanë, sepse unë besoj që tek ato që u thanë ka arsye të qëndrueshme dhe ka plot për të dëgjuar edhe për të marrë në konsiderat, sepse pavarësisht progresit bërë, as nuk diskutohet që po të shikojmë më lartë, jemi poshtë. Dhe natyrisht që po të shikojmë sa poshtë ishim, jemi shumë më lartë.